Të përditshmet në Tiranë kanë kushtuar vëmendje vendimit të gjykatës kushtetuese për rikthimin në detyrë të zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë Belinda Ballukut. Gazeta Panorama hapet me titullin "Ankimimi i kryeministrit, kushtetuesja rrëzon SPAK dhe GKO rikthen Ballukun në zyrë, por i mban pasaportën". Kemi hetuar edhe kolegët, Altin Dumani flet për korrupsionin në prokurori dhe në polici. Ori Nebiaj sërish single, merr fund historia 2 vjeçare. Gazeta Panorama Sport hapet me titullin "Tërmet te Tirana dënohen 5 titullar, Partizani në finale, flamurtari me ultimatum". Gazeta Telegraf hapet me titullin "Korrupsioni dhe administrata e fryrë po mbajnë peng rritjen e pagave dhe pensioneve". Në një tjetër artikull flitet për aferat e shekullit me bankat. Gazeta Dita hapet me titullin "E lëviz politika Kandarin, çfarë nënkupton rikthimin në detyrë, duket se statusi politik mund të ndihmojë pavarësisht seriozitetit të akuzave".